kjo përmendet edhe në këtë akuzë në dhomat e specializuar për minimi herë. Po aja që duhet sot e gjithmonë me thonë zëshëm pa kur farë vokacioni tjetër, është ata që dojnë me ndryshu historinë mrena Kosovës, janë më të dëmshëm se ata që mendojnë me provu me ndryshu historinë në dhomat specializume. LDK-ja edhe UÇK-ja janë dy procese, dy faza, dy dekada politike, dy dekada gjysë politike, që kanë ndërtu procese kanë realizu ëndra në këtë republikë. Nuk më në nda, nuk do të më nda, nuk do të më përvu. Nëse dikush ka problem me emnat përveçëm, a ka shumë tillë edhe në LDK? Kam probleme. Njerëz kërkojnë drejtësi për babën e vet, për axhin e vet. Po cila nga ato raste zbardhet? Unë kërkoj për shumë teme. Në rastin që ta dënon atje. Por jo se është shumë lehtë me debatu. 12 herë përmendet. LDK-ja në akt akuzë. Në dhomat e specializuar për minimi herë përmendet LDK-ja. Në akt akuzë, po flasë, 12 herë. Në akt akuzë 12 herë përmendet. Unë përto për minimi herë përmendet, Allah besom që përmendet, sepse bëhet fjallë për 103 emnat përvetshëm. Po cilin nga ta e ka vrojë njëni prej që atyne? Nuk ka të bëjë me këto cilin. Po jo se ata jënë tu dënu, o jënë tu gjiku për diçka. Punë e drejtësisë. Dhe gjo, dhomat e specializume dhe akt akuza kundër 4 udhëhecëve të UÇK-s ka fillu për një raport këtë tjetër ka degeneru diçka tjetër. Po e quni degenerim? Ka degeneru për raportit të Këshillit Evropës, të Dick Martit në akt akuzë. Nga trafikimi organeve e shtëpia e verdh? Ka degeneru si proces, sepse fundet ta punoj me legislacion të Kosovës, o vëlla. Pa e që e pagun argatin, aja merr munin. Neve gjykatës na i pagun Komisioni Evropian. A së pëtëni me folju kur gjoha? Neve na i pagujnë ata. Tani, cilësimi për lufte, për gjënët, për krime lufte, ndërmarrje për bashkë kriminale, dhe akt akuza që adreson dhe e njollos, e dëmton luftën e UÇK-s e kolektivizon damin, ajo që thash parimi, ose ka më gjithë fajtori, ose kemi me nda fajin, në dioptrinë syzet e gjykatës e dhomave specializuar, të gjykatëve këtu është prap loja. Ata ose kanë me eliminu fajtorin, ose dojnë me generalizu. Friga e shqiptarëve të Kosovës që ata dojnë me generalizu duke i cilësu. Dhe kjo luft është të dhesh për këto motive, për këto qëllime dhe për këto. Tendenca me në ndo, ata nuk do të mu blejmë rana. Nuk do të me blejmë rana në asë mënyrë. Po vëtëm, mos votimi që asoj rezolute, a së është qashtu? Pa kemi thonë për fillimit, a kemi thonë që 25 vjetë, drejtësi jo politikë. Pse u desh që një mujtë ditë më kuptu që këtë vend do të më bëtë drejtësi jo politikë. Po pse nuk morët pjesë të atë pash? Jo, pse që 25 vjetë ne kemë kërku drejtësi jo politikë. Pse nuk dolet pranë atë pash sepse ishte një gjë që e kërkonit, që 25 vjetë. Kom dalë mërë, kush pëthat që s'kem dalë? Si LDK? Mërë, kom dalë në protesta, jem shkua dhe kom thonë kur mos dalë mënyrën që kom patë organizume, se kom patë arsyshme me dalë. So në dali. Lomera Abdixhiku me të 17 shkurtit. Kërkujna nuk i ka thonë mos del në protest. Me të 17 shkurtit, a ke dalë Lutfi Aziri? S'kum dalë, se në protestën e fundit e kom thonë publikisht në emision të ju, dikun tjetër, kom thonë ato që e kom pa në Tiranë, në Shkup, nuk kom qef me pasë, nuk ka solidaritet për mu. Solidaritet për diçka të vleshme, të shejt, do të me bo, se na dina me bo. Na shqiptarët i rëmledh 100.000 njerëz më banë, në qëri në përkejt Evropën, i kanë habit, i kanë trondit institucionet e vendit me regull, disciplin, artikulim, fjalim. Ti do shmu solidarizu, me kalzu, me kultur, me mënyrën qysh manifeston, ti solidarizohesh atje. Kjo është qëllimi kryesor. Që 25 vjetë kena thonë na kërkojmë drejtësi jo politikë, që 25 vjetë kemi thonë mësë ndryshon historinë, se kryengritst e UÇK-s në Kosovë nuk mundet mundo për i proceseve në politike në Kosovë.